Ja si përshkruaj dasma shqiptare viteve 80 në mediat franceze. Të qara me ulërima derisa të dëgjonte i fundit i katundit ose i lagjes, se kështu e donte zakoni. Media franceze përshkruante ceremoninë e dasmës të qarat e nuses si të ishte dita e saj më e tmerrshme. Gazetari shqiptar Ilir Seci e ka publikuar foton e faqes së parë të njërës prej tyre ku shfaqet nusja në ditën e saj më të lumtur, duke qarë me sa fuqi që ka. Në krah të saj është i vllai i lar me lot gjithashtu pasi po përcjell nga dera motrën e tij nuse. Një pamje tmerri të ditës së dasmës e përcjell në vitin 1980 një media franceze në faqen e parë të saj. Të qara me ulërima derisa të dëgjonte i fundit i katundit ose i lagjes, se kështu e donte zakoni. Kjo është një ndër detajet e rëndësishme të ceremonisë së dasmave të vajzave shqiptare në komunizëm. Është një zakon që në fakt është trashëguar më herët. Nuk ishte reflektimi i emocionit të ditës kur vajza lë shtëpinë e prindërve, po përmes të qarave duhet të tregojë se sa shumë i do prindrit dhe sa e fisme ishte, se nuk dëshiron të lije prindrit për të shkuar te buri. Këta adet duhet ta respektonin të gjitha nuset në momentin kur vllai apo një i afërm tjetër i familjes i merrte prej krahu për t'i përcjellë tek pragu i derës, atje ku ishin krushi duke pritur ta merrnin në dorëzim. Në të shumtën e rasteve, dhëndri mungonte mes krushve. Nusja e dhëndrit shiheshin në fund të ceremonisë në shtëpinë e dhëndrit, madje të hënën një ditë pas dasmës, sepse nusja merrte me vete një krushke e cila flinte atë natë me nusja në shtëpinë e dhëndrit. Këto zakone të ceremonisë martesore shqiptare janë përcjellë në mediat franceze në vitin 1980.